A e keni menduar ndonjëherë se si u vizatuan kufijtë e Shqipërisë? Jo vetëm me pushke e gjak, por edhe me stilografe letër. Shekulli 20 solli një betejë të re për kombin ton, atë të diplomacisë. Në salla të mbyllura, diplomatë të palodhur luftuan me fjalë të mprehta, duke mbrojtur çdo pëllëmb tokë shqiptare. Hartat e kuqe, telegramet të koduara dhe nota diplomatike u bën armët e reja të mbrojtjes së territorit. Por çfarë ndodhi kur pushka heshti dhe fjala mori fuqinë? Negociatorët tanë të heshtur, ata heroni të panjohur me stilograf në dorë, u përballën me sfida të jashtëzakonshme. Çdo vi në hartë, çdo korrigjim teknik, kërkonte mjeshtëri diplomatike. Sot, shumë arkiva ende ruajnë sekrete të pazbuluara të këtyre negociatave. A nuk është koha të njohim më mirë këtë pjesë të historisë sonë? Të kuptojmë se si u bashkuan gjeografia, historia dhe politika për të formsuar Shqipërinë që njohim? Nëse ju intereson të zbuloni më shumë rreth kësaj historie fascinuese, mos harroni të abonoheni në kanalin ton. Ndani mendimet tuaja në komentet më poshtë. Cilat momente historike do të doni të eksploronim më tej? Faleminderit që ishit me ne sot. Shihemi në videon e radhës.